Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Tema që kemi përgjedhur për ta trajtuar në emisionin e sotëm ka të bëjë me rinoplastikën apo rimodelimin e hundës. Rinoplastika e njohur si estetika e hundës është një nga llojet më të njohura të kirurgjisë kozmetike. Qëllimi i saj është që të përmirësohet ky organ i rëndësishëm vizualisht dhe funksionalisht. Përveç pamjes estetike të hundës, një nga arsyet e trajtimit kirurgjikal është edhe pamundësia për të marrë frymë normalisht, e cila zakonisht ndodhet për shkak të ekzistencës së një devijimi të septumit të hundës. Në rast se pacienti ka dëshirë për korrigjim estetik të hundës dhe korrigjim funksional të septumit, të dyja operacionet mund të bëhen në një akt dhe ky operacion quhet septorinoplastik. Pra, kjo do të jetë tema e emisionit të sotëm, për çka do të bisedoj me doktor Adhem Iftarin, specialisti otorinolaringologjisë. Doktor Adhem Iftari, mirë se jeni në emisionin e sotëm. Faleminderit për ftesën. Dëgjuat temën që jemi përcaktuar të flasim në këtë emision ka të bëjë me një intervenim i cili nuk është edhe i rrallë, pra është bukur i shpeshtë. Mund të na thuani për fillim një përkufizim se ç'është rinoplastika apo rimodelimi i hundës? Rinoplastika, si term rinoplastik, nënkupton rimodelimin apo korrigjimin estetik të hundës në përgjithësi. Mirë po ne si specialist të fushës nuk kemi dëshirë të përkufizohemi apo të kufizohemi vetëm në termin rinoplastik, sepse operimi i hundës, operimi estetik i hundës nuk e kupton vetëm ndryshimin estetik të pamjes së jashtme, po nuk kupton edhe përmirësimin funksional të hundës si organ, që nuk kupton në frymëri më të mirë. Për të arritur kjo duhet të bëhet edhe domosdoshmërisht korrigjimi i septumit, që është muri ndarës i brendshëm i hundës. Dhe operacioni i tillë quhet septorinoplastik, që nënkupton korrigjimin e murit ndarës të hundës, septumit, dhe rimodelimin apo korrigjimin estetik të pamjes së jashtme të hundës. Në bazë përvojës tuaj, bukur të gjatë, cili është interesimi i qytetarëve? A më shumë ka interesim që të bëhet ana funksionale, do të thotë intervenimi funksional, apo ai estetik? Prej përvojës time, unë merrem me rinoplastik dhe me rinologji qysh prej vitit 2010, kur edhe kam përfunduar dhe specializimin. Pacientët cilët shfaqen në klinikë për korrigjim estetik të hundës, shumica e madhe e tyre kanë probleme të njëjtën kohë me frymarrje. Kështu që ankesa fillestare e tyre është një frymarrje e vështirësuar, cilën tentojnë ta korrigjojnë, e të njëjtën kohë pyesin se doktora është mundur që të njëjtën kohë ta korrigjojë edhe pamjen e jashtme të hundës nëse ajo ka nevojë. A mund bëhet njëjtën kohë dy njëjtën kohë, edhe është e rekomandueshme të bëhet në të njëjtën kohë. Sepse si për pacientin, ashtu edhe për mjekun, operimi i septumit edhe korrigjimi estetik është shumë i lehtë, është shumë dobiprurës për pacientin nëse bëhet në të njëjtën kohë. Sepse nëse bëhet korrigjimi estetik i hundës, domethënë bëhet rinoplastika që quhet, edhe nuk korrigjohet frymarrja, ai pacient në 99% rasteve ka me pas vështirësi më të mëdha në frymarrje pastaj. Kështu që është domosdoshme që fillimisht të qasemi anës funksionale e pastaj anës estetike të hundës. Cilat janë indikacionet që tregojnë se një person ka nevojë të nënshtrohet rimodelimit të hundës? Ne si mjek nuk kemi qef shumë të përzihemi në pamjen e jashtme të pacientave. Nëse një pacient vjen edhe dëshiron të bëj një ndryshim në formën e hundës, ajo është një dëshirë personale e tij për një ndryshim të pamjes së jashtme. Ne si mjek, është udhës, asnjëherë nuk duhet të interferojmë në dëshirat e pacientit sa i përket pamjes së jashtme. Po sigurisht ju ka ana profesionale. Nga ana profesionale unë mundohem të i sqaroj pacientit pse ka nevojë të bëhet hunda operacion në aspektin funksional. Se pastaj është i kënaqur me pamjen e jashtme të hundës tij apo jo, ato e bën vetë pacienti. Kemi pacientë që normalisht
nuk janë të kënaqur me pamjen e jashtme të hundës, edhe pse funksionin e kanë të mirë dhe krejt, edhe vinë thjesht për çështje estetike, edhe thonë që mjek, doktor, jam i interesuar për me ndryshu pamjen e jashtme. Domethënë kjo është arsyeja estetike që një pacient ka dëshirë për me ndru pamjen dhe s'është i kënaqur me pamjen e jashtme. Pa i përket gjinive, nga se thuhet se më tepër kërkesa për rimodelim ka nga femër. A kanë edhe mashkujt kërkesa të tilla? Në kohë të fundit po. Në kohë të fundit kjo përqindje ka filluar të rritet shumë edhe në gjinin mashkullore, përpara ka qenë në një farë mënyrë si operacion i cili është kërku më tepër nga gjinia femërore, për shkak se është edhe gjinia e bukur. Po. Edhe është shumë më rëndësi pamja e jashtme. Mirë, për në kohë të fundit interesimi nga ana e gjinisë mashkullore ka filluar të rritet shumë. Çka është me rëndësi, ka filluar të rritet edhe mosha e pacientëve që kërkojnë ndërhyrje. Çfarë kuptimi? Përderisa përpara ka qenë ekskluzivitet, themi, i moshave treja, ku trita dhe trejat kanë kërkuar ta ndryshojnë formën, tash kanë filluar edhe njerëz moshat në shtyra. Deri në moshë. Deri në cilën moshë mund të bëhen këto intervente? Nuk ka ndonjë moshë deri në cilën moshë mund të kryhet, normalisht që moshat e shtyme i kanë ato problematikat e veta mandej të shëndetit të përgjithshëm. Një operacion estetik duhet të shifet më tepër si operacion i cili a e kushtëzon ose a e cenon shëndetin e përgjithshëm të pacientit. Se nëse e cenon atëherë edhe nuk ja vlen të ndërhyjet estetikisht, përderisa ai pacient rrezikohet mandej nga ana e përgjithshme. Mirë po ne kemi pacienta dhe moshë 60 sa vjeç që kemi operu për arsye estetike. Doktor, sigurisht se për një intervenim të tillë duhet një parapërgatitje pacientit. Patjetër. Çka duhet bërë gati një pacient që t'i nështrohet një intervenim të tillë? Rinoplastika është një operacion i cili nëse kryhet me detajet e veta, unë preferoj ta bëj me teknikë të hapur, të bisedojmë për ata dhe në vazhdimsi. Është një operacion i cili zgjat 2 orë gjysmë 3. A bëhet me anestezion? Me anestezion total. Edhe është një operacion për cilin pacienti ka vendosur mbas shumë hamendjeve se a me bo, të cili mjek me bo, edhe si do duket edhe si do të ndikoj në jetën time të ardhmen. Për atë arsye, para përgatitja psikologjike atij pacienti është shumë e rëndësishme para operacionit. Është shumë e rëndësishme me ditë ai pacient se çfarë kërkon. Se nëse mendon që ndryshimi i pamjes hundës ka me ndryshu 100% edhe jetën e tij të ardhmen, duhet me sqaru që nuk do të ndodhë ashtu. Pastaj kërkesat e pacientit janë në disa raste edhe në ekstreme. Cilat janë ato? Vjen edhe ta sjell fotografinë e një artiste e cila e ka një hund si me thonë në nivel të perfeksionit që e ka bo me 4-5 ndërhyrje edhe thot unë e du qështu. Dhe? Ti tu është me bind atë pacient që na kemi me rimodelu hundën tënde. Nuk mundemi me qitë një hund 3. Nuk mundemi me marrë hundën e tjetër kuj me vendos në fytyrën tënde. Edhe anatomia shpeshere nuk na lejon në ndryshime drastike çfarë edhe pacienti i kërkon. Për këtë arsye edhe operacionet e rinoplastikës janë ndër operacionet e rralla në fushën e mjekësisë ku pacienti udhëzohet që nuk i garancion 100% që ka mu bo. Sepse operacionet e rinoplastikës nuk kuptojnë ndërhyrje në inde të buta, në kërca, në kockë. Gjitha këto duhet mu harmonizu me zveti për mu arrit një rezultat përfundimtar i kënaqshëm. Hunda 1 vjet mbasi të operohet, akoma shkon ty uçaj, akoma shkon ty ram bend këto struktura. Një vit pas intervenimit tek atë dihen efektet e plota. Librat e rinoplastikës thonë që nëse dën mu anku te mjeku për rezultatin e hundës, duhet presësh 1 vit. Për atë arsye edhe një mjek i mirëfillt nuk duhet ta prek hundën ose operacion që e ka bo vetë, ose të ndonjë kolegu ti pa u bo 1 vit. Sepse tek atëherë mundesh me ditë cila është forma përfundimtare e hundës edhe çka duhet ti të përmirësosh. Doktor, thotë se kanë kërkesa ekstreme.
A ndodh ndonjëherë për shkak që një pacient ju ka sjell një foto dhe duhet ta bëj kështu, duhet ta bëj ashtu, dhe në fund ndahet i pakënaqur. Do të thotë me fajin e tij, sepse kërkesa e tij ka Dëgjoj, qenë. për këtë arsye po thon përgatitja paraprake për të cilën bisedum, është shumë e rëndësishme që ti t'ia shpjegosh pacientit se pacienti gjithmonë ka drejt. Pacienti ka drejt me kërku një hund perfekte, pacienti ka drejt me zgjedh mjekun, pacienti ka drejt me pyet, pacienti i ka gjitha drejtat sa i përket një operacioni të cilit ai ka. Mirë po është detyra e mjekut mos me premtime të mëdha. Se mandej bëhet bashkëfajtor në kërkesën e pacientit. Është detyrë e mjekut me i tregu deri ku mund të shkoj, ose tek e fundit, edhe mos ta merr përsipër atë operacion fare. Nuk është as turp, as jo profesionalizëm, as si më thon peng në atë kuptimin që nëse një pacienti i thush që të lutem Kërko diku tjetër, sepse kërkesën cilën ti e ke, unë e kam frikë që s'moj me të realizoj. Edhe në këtë mënyrë je shumë profesional ndaj atij pacienti. Se përndryshe ke me pas probleme në tarmën vazhdimsi. Secili mjek i cili merret me rinoplastik në karrierën tina ka këso raste. Sigurisht. Thatë se operacioni gjatë rreth 2 orë, po jo? 2 orë gjysë, 3, varet prej rastit, mirë po si mesatare është 2 orë gjysë. Sa ditë duhet të qëndrojë një pacient që i nënshtrohet ti në spital? Atë natë. Vetëm natë, vetëm natë në operacion. Dhe pastaj të nesër lirohet në shtëpi, hundi ka të mbyllura me ca fasha për shkak të kontrollimit gjakderit, 2-3 ditë, 5 ditë, mvaret se cili mjek i ka specifikat e veta, teknikën e vet, edhe 10 ditë është si norm të mbahet ai gipsi në hund, imobilizuesi, tash kanë dalë edhe splinta i quajmë ne, plastikës, termoplastik, metalik. Ato duhet mbahen 10 ditë, pas 10 ditëve ajo hiqet të njëjtën kohë dhe pejt ku bëhet prerja poshtë këtu. Edhe pastaj pacienti e ka periudhën e shërimit. Ajo periudhë e shërimit nënkupton heqjen e maviosjeve që janë kriju si pasojë traumës operative, çajtja e indeve të buta. Sa gjatë këto operacione? Është shumë individuale. Kemi pacient cilët kuptimin e hematomave, ato nxirjeve nuk vrehen fare. E ke idenë që nuk është operu. Ki pacienta që mbyllen me syje, me krejt. Më thonë shumë të në është individuale, mirë po ai ndihmujshi i parë post-operativ është ajo periudha kur pacientat çajen në mënyrë më të shpejtë. Mirë po, thash edhe ma heret, duhet pothuajse një vit që hunda ta merr atë formën përfundimtare kur edhe ne mund t'i thojmë vetit bravo ose t'i thojmë vetit fal po duhet me bo prapë. Sigurisht se personat që nënshtrohen intervenime të tilla ka raste kur janë edhe punësuar. Ma sa ditësh ata mund të vazhdojnë punën e përditshme? Ata duhet me llogarit që për me qenë plotësisht i aftë për një punë që nuk nënkupton do një sforcë të madhe fizike. Atëre 10 ditë 2 javë. Edhe mund vazhdojnë punë. Mund vazhdojnë pa asnjë problem. Ata të cilët kanë punë fizike, këto duhet të jenë të kufizuar në aktivitetin fizik të vetin. Do thotë bartjen e peshave, bartjen e peshave, për shkak të mundësisë së lëndimit, për shkak të ndonjë gjakderdhje, për shkak të sforcimit, edhe pse janë raste tralla, mirë po përmenden edhe si tilla dhe na duhet i cekim. Kështu që ata pacienta llogaritet që 4 javë ditë eviton atë punën në rënd fizike ose fitnessin ose këto, për me qenë më të sigurt që... Po, të kthehemi edhe një herë intervenimit. Ju thatë se e preferoni formën e hapur, do thotë të intervenimit. Kemi disa lloje të intervenimit. Janë 2 lloje kryesore, është teknika e mbyllur dhe teknika e hapur. Unë kur kam fillu fillimisht me rinoplastik, kam fillu me teknikën e mbyllur. Çka nënkupton? Teknika e mbyllur nënkupton që e gjithë puna duhet të bëhet nëpër një zgarrave të hundës. Do të thonë nuk ka prerje nga jashtë. Ajo si teknikë është më pak traumatike, mirë po për mua është më e kufizuar në aspektin e arritjes së rezultatit, sepse nuk e ki qasjen 100%.
Te teknika e hapur, unë kam pas fatin edhe kam shku në për trajnime, kam shku edhe në vitin 2012 në Gjermani. Atje kam qëndru në 1 muaj ditë në klinikën ku janë bërë 2-3 rinoplastika në dite. Edhe aty shumica janë bërë me teknikë të hapur. Edhe kur pata fatin edhe të shoh, edhe të asistoj, edhe të punoj me doktor eminent të asaj klinike, i pash edhe benefitet e teknikës hapme. Edhe prej asaj kohë punoj veç me të hapun. Edhe nëse është ndonjë rast i thjeshtë, edhe nëse është ndonjë rast i cili mund të arrihet me teknikë mbyllur pas një problem, prap unë preferoj me bu me të hapun, se teknika e hapun janë rezultatet janë më të plota apo. Për mu rezultatet janë më të sigurta, edhe për mjekun e siguron një fush operative të plot që çfarë do lloj defekti mund ta vresh me sy. Te teknika e mbyllme është më e kufizuar edhe pse sot është në masë të madhe e përhapur në gjithë botën teknika e mbyllur, edhe ka mjek që e realizojnë shumë mirë, po është preferencë individuale. Prej cilës kohë preferohet që të fillojnë këto intervenime? Ka disa kritere në cilat bazohen, sidomos te gjinia, rekomandohet në bazë të ekspertizës mjekëve të cilët janë marrë me këtë lami më tepër, që te femrat rekomandohet edhe prej moshës 16 vjeçare, që është e sigurt të realizohet, ndërsa te meshkujt prej moshës 18 vjeçare. Arsyeja është se pjekuria e kockave të cilët ne intervenojmë në atë moshë llogaritet që veç se ka marrë formën e vet pothuajse definitive, kështu që çfarëdo lloj cenimi i asaj kocke nuk ndikon në të ardhmen. Më të ri se kjo moshë e bart një rrezik vetin sepse pacienti është akoma të urit, akoma të ushtë. Doktor, dihet se intervenimet e tilla përshkohen me hemorragji apo me gjallëdhëve. Përveç hemorragjisë, ka ndonjë komplikim tjetër që mund të paraqitet? Dgjoj, hemorragjia është prej operacioneve që pothuajse ka shumë pak gjallëdhëve intraoperative. Nëse kryhet si duhet, operacioni është operacion, secili i cili thotë se mos më ka ndodhur, ajo është vetëm ai që s'punon. Mirë po është operacion i cili nuk ka ndonjë gjallëdhëve të mëdha. Është hemorragji minimale. Komplikimet më të shpesha tek pacientët e operuar të rinoplastik janë infeksionet. Infeksionet postoperative janë ato të cilat duhet të kemi kujdes, si ne si pacienti për ata dhe këshillohen për me marrë terapi, për me ruajtur mos me. Edhe normalisht lëndimet cilat mund të vinë në fazën e hershme postoperative. Ky është komplikacioni, si më thonë, i cili mund të ndodhë. Terapia vazhdon me antibiotik, po një javë postoperativ duhet antibiotikun ta merrë, gjithsesi për shkak se hunda nuk është ambient steril. Sigurisht. Edhe është e ekspozuar. Në momentin që ti i hek ato tamponat që janë, hunda është e ekspozuar dhe mund të ndodhë. Intervenimet që kanë për qëllim anën funksionale, është vështirë diagnostikohet se çfarë problemi ka. Një pacient i cili vjen edhe ankon se s'mund të marrë frymë lirshëm me hund, është me njërë subjekti i ekzaminimit. Edhe ne e ekzaminojmë hundën fillimisht që i themi rinoskopinë e përparme me instrumentet që i kemi dorës aty. Mirë po mandej përdorim edhe endoskopinë, në disa raste përdorim edhe imazherin, CT. Edhe në ato raste edhe vrejmë se ku është problemi. A është problemi vetëm te muri i ndarë si hundës septumi, apo është problemi edhe te indet e buta brenda në hund. Indet e buta brenda në hund zakonisht afektohen te pacientët që vujnë prej alergjisë. Kështu që ata pacienta duhet domosdoshmë t'ju spjegojmë që problemet me frymarrja dhe vështirësitë në frymarrje me hund nuk kanë të bëjnë vetëm me pjesën e fortë të hundës, po kanë të bëjnë pjesë edhe me këtë pjesën e butë, me pjesën mukozale të hundës. Për atë arsye duhet edhe një konsultë edhe te alergologu, duhet të kompletohet i gjithë mozaiku. Te pacientë të cilët kanë probleme të vazhdueshme kronike alergjike, përveç se intervenohet në septom, atëherë intervenohet edhe në indet buta, shfrytëzohet një aparaturë e posaçme që quhet radiofrekuencë,
edhe trajtohet me radiofrekuencë. Edhe ai aspekti i indjeve të buta, njëjtën kohë rregullohet edhe septumi, edhe ai pacient është në atë kuptimin funksional, është funksional për frymarrje. A duhet me patjetër këto problemet natyrës funksionale të operohen, apo ka mundësi edhe ndonjë trajtim tjetër? Gjithmonë, nëse një pacient vjen me vështirësi në frymarrje edhe qëllimi i tij është pamja e jashtme, atij pacientit duhet të shpjegohet që fillimisht ty duhet me marrë frym, mandej duhet me pas një hund bukur. Nuk mundesh me pas një hund bukur e mos me marrë frym me hund. Sigurisht edhe problemet më të mëdha paraqiten gjatë kohës gjumit tek frymarrja apo jo. Se nëse ti nuk e ke një frymarrje të rregullt me hund, ti ke me marrë frym me gojë, kanë ardhur probleme tjera mandej me faringites shpeshta. Ki me pas një gjumë jo të rahatshëm, ki me pas një kërhatje natë, ki me pas një disfunksion të ajrosjes veshëve. Shumë hunda fyti veshë janë të lidhur, e kanë një korridor të përbashkët edhe nëse këto trijat nuk janë funksionale njëna me tjetrën, ka marrë deri te problemi. Hunda është një organ, shok organi quhen, sepse është i ekspozuar gjithmonë ndaj ambientit jashtëm. Është i ekspozuar ndaj traumës, është i ekspozuar ndaj të ftoftit, është i ekspozuar ndaj pluhurit, është i ekspozuar ndaj temperaturave. Për atë arsye, frymarrja me hund, ajri kur kalon nga hunda ka mu filtru, ka mu njom, ka mu ngroh, edhe kur shkon në mushkri, ka mu kondi përgatitur për atë ambient. Frymarrja ka goja, ka me shku ajri qashtu që fjalë. Dhe normalisht që edhe problemet janë shumë atë. Për atë arsye është shumë me rëndësi që mos fokusohemi vetëm në pamjen e jashtme të hundës e me anashkalu funksionin e saj, se për ndryshe nuk kemi po. Do të thotë funksioni fillim, pastaj estetika. Një kirurg i hundës duhet ta ketë këto prioritet. Doktorat dhe kemi marrë minutat e fundit të emisionit. Dhe sigurisht se minutat e fundit i shfrytëzojmë për këshilla. Cila do të ishte këshilla juaj, qoftë për pacientët që kanë probleme të tilla apo kanë ndërmend që të bëjnë ndonjë ndryshim në hund, cila do të jetë porosia juaj? Unë ju kisha këshillu pacientëve, cilët kanë dëshirë të ndryshojnë formën e hundës, të bëjnë një konsult të mirë fillt me ndonjë mjek i fushës, i cili merret me këtë operacion. T'ja u shpjegoj benefitet edhe pengesat cilat mund t'i ketë ai operacion. Të sqarohet njëra ana funksionale. Nuk të duhet një hund e bukur nëse ti nuk mund të marrësh frym. Kërkesa jote për ndryshimin të jetë sa më e logjikshme. Mos të jetë ndonjë ekstrem se për ndryshe keme detyru mjekun ndoshta për me arrit rezultatin me gabuar. Duhet të jesh shumë realist në ato se çka kërkon. Unë shpeshherë ju them pacientave, unë nuk e mendoj operacionin estetik të hundës si një operacion estetik plastik që ka mendru, po ma tepër si një personalizim i hundës tënde. Do të thonë, hunda gjithmonë duhet ti përshtatet fytyrës që e ke. Çka shkon për fytyrën? Çka shkon për fytyrën tënde? Jo me marr hunden e një manekeni ose manekene edhe me qit në fytyrën tënde, sepse ti mund ta kesh një fytyrë të gjanë, mund ta kesh një konstitucion të madh, e me një hund vogël, ajo është një diskrapancë anatomike edhe nuk duket mirë. Për atë arsye duhet gjithmonë mu kon realist në ato, edhe duhet mu kon në kuptimin estetik funksional. Më thonë, mos me pas dallime shumë të mëdha. Unë i them pacientit, bëni një operacion të hundës që kur të shet dikush, me thonë, ua çfarë hundet bukur e paska, e jo me thonë, që e paska po operacion që të hundë. Doktor, a arrin efektet vetëm me një intervenim, apo për të arritur efektet e plota ndoshta duhet edhe intervenime të tjera? Qëllimi i mjekut është me një intervenim të rregullohet e gjitha. Për atë arsye dhe insistojmë që si problematika funksionale dhe estetike të kryhet me një intervenim që pacienti të mos ketë nevojë të bëjë intervenim të dy. Mirë po, në shkallë botërore deri 10% është shkalla e reintervenimeve në operacionet estetike të hundës. Shohim dash, qoftë në estrada, po aktorët. Dëgjoj, estrada, aktorët, individët e caktuar vinë
operohen në sytë e mjekut, është një hund super e mirë, një hund normale, natyrale, me një pamje cilin ti edhe vetë thush që e pas në arrit qëllimin, mirë po pacienti thot, doktor, mu s'po m'pëlqen alo, du me ndru edhe ma tepër. Dhe? Edhe detyron me operu prap, jo pse hunda nuk është mirë. Edhe ai pajtohet që është hunda mirë, ose ajo. Mirë po thot, po dua edhe pak më zvogël. Kjo shifet ma tepër te estrada, artist, që gjithmonë e kërkojnë atë perfekcionin cilin e kanë imagjinu në kokën e vetë. Edhe pse në aspektin estetik, viziv, duket mirë, prap se prap për ta nuk është mirë. Ka ndonjë rast për shembull Ka që një kërkon rast. punën dhe vogël dhe pas një kohë shet që s'po jeni bukur, Ajo është problem. Ka mund t'i bëjnë intervenim? Ajo është problem shumë i madh edhe duhet t'ju spjegohet pacientëve që ki kujdes se çfarë kërkon, se mund t'jesh pishman pastaj. Se nëse e kërkon në një hund të vogël, kthimi në pozitën e mëhershme është shumë problematik. Se tash materialet janë në mungesë. Edhe te këta pacientë shpeshherë duhet të bëhet një intervenim i kombinuar me kirurg torakal, me marrë kërc prej brive, për me mujtë atë kërc me shfrytzu në estetik të hundës, është problem. Operacioni cili zgjat, operacioni cili ka një kosto shumë atë lartë, për atë arsye pacienti duhet jetë shumë i kujdesshëm në ato se çfarë kërkon. Sepse ka raste kur kthimi mbrapa është kogja i vështirë. Doktor, edhe nëse nuk e ne gjë për të shtuar, ju falenderoj shumë që ishte pjesë e emisionit Stetoskop. Faleminderit të juve për ftesën, ishe i nderuar. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valë e programit tonë.